Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala rasulina Muhammad ibn Abdullah al-mabuthi rahmatan lil alamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Edhe me zemër dhe me gjuhë e falenderojmë madhninë e Allahut për mirësitë që na ka dhënë. Na ka bërë musliman dhe na ka mundsuar që në këtë muaj të Ramazanit me agjëru dhe me lexu Kur'an, e me fal namaz edhe me lut atë që meriton, e lusim Allahun e madh që Allahu gjitha ibadetet tona Allahu t'i pranon. Pastaj i çojmë salata dhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. E lut Zotin e madh juve të pranishmeve këto dhe familjet tona dhe gjithë muslimanët, Allahu t'i ka plan me rahmetin e tij në këtë muaj të rahmetit. Allahu t'na fal gjunahet në këtë muaj të faljes dhe Allahu t'na shpërblen me xhennetul firdaus ya rabbel alamin. Tema çka du të flas sot në këto minuta të shkurt është veçimi me Allahun ose vetmimi me Allahun. Dhe kjo tema është shumë e rëndësishme dhe çka do me thonë mu veçu me Allahun njeri. Pyetje vetit dhe juve, kur je veçu smram t'i herë me Zotin ti dhe Zoti jot? Kur e ke pas këtë ndjenjët nevojës se ti ki nevojë për Allahun, edhe mu veçu me Zotin me lutje më special. Në kallaballok mi qut durët ketë me kajt let është. Edhe me fal namaz në pik ditës let është. Edhe me bën ndonjë lloj ibadeti me xhamat këtë në rregull është. Allah inshallah na shpërblen. Unë jam të thonë, nëse një njeri ka një hall shumë të madh, edhe ka një shpresë te një mjek, ai që ka të lashet shnetit, ka qef personal mu taku dhe me ndëgju se çka i thot mjeku, për mi adhon terapien, ose mi adhon do të thot ilaçe që duhet për mu shëru. Ai që ka ndonjë hall tjetër, e lyp do të thot sebepin të njeriu me shku më kërku ndihmë prej atij. Ama shpesh herë këto takime individuale japin siguri njeriu. Për shembull ai mjeku 10 operacione e bën, po nëse ta çel derën dhe të shtin në zyre, edhe të thotë me emrin e Zotit ti kjo më shnoshe ka më bë këtë, e ndin veten pak më të sigurt, ama të ka shtit ti dhe ai ke fol. Pyetjen e kam, kur na kemi fol me Zotin vet? A do të hoxh me fol njeri me Zotin, po do të me fol. Do të me fol me gjuhën e Kur'anit. Do të me fol me gjuhën e sunnetit pejgamberit alayhis salam. Ndesh istighfari, ndesh lutja, ndesh Kur'ani, ndesh dhikri, krejt janë lidhje dhe kontakt vetëm me Zotin. Mirë, po kur t'je veçu vet, veçimi me Zotin do të thotë robi me një moment me pastru shpirtin dhe me harru dynjan. Ti dhe Zoti je. Kërkush mes ty dhe Zotit nuk është. As nuk të këshyr kërkush, as nuk ndëgjon kërkush, ama ti me gjuhën tane dhe me zemrën tane i drejtohesh Allahut subhanahu wa taala dhe je vetëdijshëm se Allahi të mbikëqyr ty. Të përcjell Allahi ty, je në kontrollin e Zotit, se kjo e forcon imanin e besimtarit. Nëse na kështu mendojna, Allahu të afron afër veti nëse ti veçohesh me Zotin. Unë para se mi tregu disa rregulla të vetmimit me Zotin, se çish duhet njeriu më veçu, duhet mi kuptu 3 shtylla shumë të rëndësishme. E para, kur të veçohesh me Zotin, je tu veçu me më të fortin, me më të mëshirshëm, me më ai që fal, ai që mëshiron, ai që të begaton, ai që të jep xhennet, ai që të ka dhënë jetë, ai që të ka më dhënë edhe vdekje, ai që ka më dhënë ringjallje, ki më koni për hershëm në xhennet. E që ky veçim e kupton e para është më ju nënshtru Zotit. Ai që ka në siklet, a shkon te fukaraja me lyp? Ai që ka në hall, a shkon dikush te i dobti, shkon te më i forti, shkon te ai që ka shpresë. Që ka bindje. E vetmimi në Allah e çon vetëm se bindja në Zot tamam, shpresa në Allah tamam, edhe mendimi i mirë për Allahun e ban njeriu që mu veçu me Allahun. Për shembull,
Para si mi të regu 3 rregulla. Me marrë një shembull konkret. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a ke veç. Mushrik këtë për rreth me Abu Jahal, me paria atje, krejt ishin të fortë. Me nam të madh. Ky ishte jetim. Ky ishte i dobët, po ishte shumë besnik. Krejt thirshin 370 puta rreth Qabës, ky thej ke Allahu është një. Kur ja shtun zullumin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka bani? U vetmu me Zotin. E ku u vetmu hoxh me Zotin? U vetmu me një errësir, me një shpellë e quajtur Hira. Terr mrena. Prej asaj territ, Allah i ty dhe muna ka bë dritë nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ama ai u kon vet, shoqërues vetëm me Abu Bekrin dhe ju lut ke Zotit. Një kohë gjatë ka nejtë në shpellë derisa Allah i ka dhënë urdhën me bëj hijret për në Medinë. Ama që aty ka zbrit ajeti i parë drita Kur'ani. Pse se ky foli me Zotin, Allah ja kthej përgjigjen dhe ja zbriti Kur'anin. Allahu dhe ty dhe mund na përgjigjet. Kur ti qohesh në pjesën e 3 natës, hoxh, pse të fol për vetmimin me Zotin në Ramazan? Se në Ramazan e ki shansën mu vetmu pak ma shumë me Zotin. Mu vetmu. E zeni qash xhamijes, dikush shkon 10 që në funit një tikaf. Dikush në Qabe, dikush në Medinë, dikush në xhami, dikush në shtëpi. Vetmot nuk ka kontakt veç me Zotin. E lutja drejtuar Zotit është vetmim me Zotin. Dhikri, istikfari, taubja dhe krejt llojet e adhkarve janë sebeb i vetmimit me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj shembullin e morra, njeriu që është vetmu me Allahun ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu e nxjerri prej territ ata dhe neve yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Pse sa thot Allahu waliyul ladina amanu, Allahu është dashamiri atyre të cilët besojnë. Ti s'mundesh mu veçu me Zotin nëse nuk beson Allah, nëse nuk ke shpresë te Allahi. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, të nxjerr Allahu prej territ në dritë, e nxjerri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej territ në dritë dhe emri i tij është më i përfolur në historinë e njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Prandaj ti në Ramazan veçoje fal me Zotin. Ti që ki problem me vezvesen e namazit, hik namazit, thuj o Allah forcom namaz. Ti që ke problem me dynjan, që të ka hi dynjaja në zemër, thuj o Zot, banja venin pa dynjas në xhep, jo në zemër. Në zemër duhet iman, në mendje, në krye duhet mend, dituri. Në bark duhet ushqim. O Allah, udhëzom në rrugën tënde. Lutë Zotin për udhëzim. O Allah, unë nuk di pas se ti çka mundesh më mësu. O Allah, ti mundesh më udhëzu. Udhëzimi është ndër tonë. O Allah, gjënoa çka i kam ti mi fal. Ato çka i di dhe ato çka nuk i di. Drejtoj fal me Zotin këtë gjuhë. Ti që ki problem me evladin, thuj Allah, o Allah, udhëzo me evladin. Ti që ki problem me shnetin, o Allah, jepna shnet. Ti që ki problem me fukarallëkin, o Allah, jepna bereqet. Në thojna se muj Ramazanit, muj rahmetit, muj bereqetit, muj magfiretit. Atër nëse nuk veqohesh në Ramazan, kur ki mu vequ me Allahun? Prandaj shtylla e parë është robi miu në nështru Zotit 100% me ditë se çdo sen i takon madhnisë Allahut, pushteti, fuqia, krejt është në dorë të Zotit. E derisa ti e ke këtë ndjenjë se i nënshtrohesh tamam Allahut, ja ke nis tamam lidhjen e mirë ki me Zotin. E dyta është ndjenja se Zoti ty të përcjell. Allahu ty dhe muna përcjell. Sot kujdesshëm jeni me pikamerave na. Për shembull, kur tin vjedh si me një bank me vjedh, punën e parë llocirat kamerat, a peshofin a nuk peshofin. Pse ti pi kamerave, pse pi të pamërit Zotit, a mundesh me hika i shka ban haram? S'an hik. A u kon dikush me Jusufin a.s. dhe Zulejhën, kur kanë pas fitne, veç ato dyën kanë. Amo këtë dynjaja e din, shpifjen, telashën, tentativën, për ta josh, për ta mashtru Jusufin a.s. Ama, tha inni e khafë Allah rabbel alimin. E pa të ndjenjën se Allah i më shef, ka pas frikë Zotin. Ka thënë Allah i më shef, esas, kjo haram, kjo është ndalum. Ka thënë inni e khafë Allah rabbel alimin. Unë kam Allahin, Zotin që i frikëm ati.
Prandaj, njeriu pse duhet me kontaktu dhe mu vetmu me Zotin, se ti je në kontroll të Zotit edhe në ibadete, edhe ndalesa. Për shembull, nëse Allahu na ka urdhëruar mu fal, Allah i të shef t'ja falësh për Allah e jo. Ama nëse ki mundësi me vjedh dhe nuk vjedh, se Allahu ta ka ndalu, ti thu, unë kam frikë Allahin. Vjedhjen, zullumin, pislëkin, punë të këqija. E kjo ndjenjë është se ti e ndjenjë se Zoti ty të përcjell. Prandaj ti kontakton me Allahin, e nëse kontakton me Allahin se Allahu ty të përcjell, ti ki më koni kujdesshëm, kimi praktiku punët e mira, urdhnat e Zotit në Kur'an dhe në Sunet, dhe ki mu ndalu prej urdhnave që të ka ndalu Allahu dhe pejgamberi. Sepse Kur'ani dhe Suneti janë ja urdhna, janë ndalesa. Dhe ky mesazh, përveç që robi duhet më konë rob i nënshtruar, e dyta me pas ndjenjen se Allahu Azza wa Jall tyje të shef në çdo kohë dhe në çdo moment dhe ti si një largohesh madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe dhuntia e tretë, ose shtylla e tretë, pse na duhet mu me Allahun, ta madhrojmë Allahun sukur me pa. Kjo është grada më e lartë e imanit, siç ka thënë hadithin i Xhibrilit që është, çka është ihsan? Çka është ihsan? I thonë shqip bamirësi. Jo, bamirësia është ti mundesh me bë mirë dikujt, na me bë Zot, ja. Ihsan është me madhnu Allahun sukur me pa ti. Edhe pse ti nuk e shef, Allahu të shef ty. Prandaj, kjo dhunti që Zoti ja jep robit është një prej dhuntive më të çmueshme që starti i zbritjes Kur'anit ka qenë pejgamberi i vetmuar me Allahun. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i vetmuar me Allahun dhe starti ka qenë në këtë formë, mas kësaj vështirësie Allah ja ka qenë lehtësimet. Prandaj na që kemi sikleta dhe telashe të ndryshëm, të gjejmë kohë, daj 5 minuta me Allahin. Qun 12 natës, njat natës, 5 minuta. Hallin më të madh në këtë muaj të Ramazanit ku shejtanët janë të prangost, ku dyrët e qiellit janë të qelt. Lutë Zotin, çfarë dush telashe kije? Jo në kallaballok, veç vet. Ibadeti i sinqert me Allahun veç vet është më i mirë se në kallaballok e improvizuar me thonë se unë kesh u fala me xhamat. Kjo është obligim. Unë jam të thonë me shiu kënaqësinë e ibadetit, është ibadeti më i çmuar është që muslimani, ndërgjën edhe njëherë, muslimani të vetmohet me Allahun, të ja ban obligim 10 minuta, 15 minuta me Allahun tan. Edhe shpalosi me Allahin dertet e tua që i ke. Pse? Sepse ky adhurim ta filtron ty njetin dhe sinqeritetin e ibadetit. Nuk shte marrë kërkush, veç ti edhe Zoti. Gabi më me nesër mi thonë, vallon ju më falë, gjithë natën pra, moj e gjematë, unë pra mi kom ba që ka që faqe Koran. Kum ledzu 5 gjuz natën. Nësi i përmen, ato s'ke ledzu kur gjohic. Vallon kum donë sadaka pram, kum shkuja kum rrej derën, dykujna 11 natës e di që i ka siklet, e ka një siklet të madhë, ja kum hek sikletin. Bane për Allah, dhe kjo është takim me Allah. Kur takosh me fukaran, realisht i bjen e ke ndëru kanë vetën. Se këto punë bëhen vetë, e bëhen veç për Allah. Këtë punë të ibadeteve bëhen për Allah. Prandaj, bënë një program në Ramazan, veçmoju me Allahun që ta filtrosh ibadetin tanë për madhninë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Se adhurimi më i çmuar te Zoti është kur njeriu flet me Allahun, kur njeriu flet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Unë do t'i përmeni disa rregulla, për mos më lodh shumë. Bane program për mu veçu me Allahun, sepse njeriu i cili veçohet me Allahun subhanahu wa ta'ala e mrin një rezultat, një bereqet të madh. Cila është ajo? Allahu të falë. Nëpërmjet veçimit që ti veçohesh me Zotin dhe e lut Zotin për falje, Allahu të falë. E përmenëm ërneki jonash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai është veçu me Allahun. Edhe Musa alayhis salam ka folë me Allahun. Edhe është veçu me Allahun, është largu pi miletit, është se i ka pa njerëzit të bën zullum. Edhe ka shku galit ndin prej Zotit, edhe drejt për drejt i është veçu, edhe ka folë me Allahun subhanahu wa taala, wa kallama Allahu Musa taklima. E Allahu nëpërmjet këtij takimit, kur njeriu takohet me Zotin dhe veçohet, Allahu punën e parë çka e bën, e fal gjunahet. Kjo është nderi më i madh që i jepet robit nëpërmjet takimit për i dobive që njeriu duhet mu vetmu me Allahun në Ramazan edhe jashtë Ramazanit, po sidomos në Ramazan, se Allahu ty ti fal gjunahet. E dyta
Në gjunahat t'i falë dynjat, për na kemi nevojë edhe në ditën e kiametit mu veçu. Me çka mu veçu? Janë 7 hije në ditën e kiametit, nuk ka qëtër hije, 7. Hadithi shumë është i njohur. 7 kategorinë në hijen e Zotit ku s'ka hije tjetër. Prej 7 hijeve, një prej hijeve është një njeri i cili veçohet dhe kanë për Allah, e përmend Zotin dhe i dridhet zemra dhe i lëton syni. Kur t'u ka dridh zemra dhe kur t'ka lëtu syni vet. Se dikush emocionohet kur e shet dikan tukajt kanë edhe ai. Kur e ka një dhimbje dikush, kjo është emocion, do të thotë me iniciativë tjetrit. E vetë ke njani një herë në namaz natës kaj këta, pse tukajt e pse janë tukajt këtë qertë. Jo. Ti kanë për nevojën tënde, për gjunahet tua, për krimin tënd, o Zot, falem, e shpreh këtë nevojë me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj, prej 7 kategorive në hijen e Allahut, s'ka hije tjetër, 7. Janë një prej tyre është një njeri i cili i loton syni kur e përmend Allahun subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mubaraki rahimahullahu taala është një prej ulemave të mëdhaj, është një prej mujahidëve të mëdhaj, është një prej njerëzve që njohin bota. Tha ishte me ushtarët e vet, me xhamatin e vet, pse tha ky është më i ngritur se na? Njëri prej tyre ka thënë pse ky është më i ngritur? Ky agjeron edhe unë agjeroj, ky fal edhe unë fal, ky jep sadaka edhe unë fali, ky bën xhihad edhe unë bëj xhihad. Çka është diferenca mes mua dhe këtij që Allahu këta e ka ngrit? Abdullah ibn Mubaraki, një pjesë natës, po çoj edhe po hinke në terr, në errësirë, në pikë territ. Për drejtë ke Zotit, edhe ju kishte mbush fytyra me lot, të i thon o Zot, çfarë errësire jam në dynjat, o Allah mos më lën errësirën e natës zvorrit vet. Prandaj unë kam nevojë për shoqërim, për vepra të mira. E o Allah, unë këtë punë jam të bëj veç për hir tanin, ja Rabbel Alamin, taqabbal minni, mi pranon lutjet e mia. Abdullah ibn Mubaraki i pasën pa, i dishëm pa, i fort pa, me emën pa. Ama nisen, nuk është nda prej takimit i vetmuar me Allahun në pjesën e 3 natës, me fytyrën me lot duke e lut Zotin. Edhe na sot në xhaminë e Dyqanxhikit e përmenim mas qindra viteve, e përmenim ndodhin e këtij njeriu se kjo është vepër imanore. Kjo është vepër madhështore. Kjo është vepër të cilën është shumë afër Zotit. Prandaj kush don mi u bë dritë natën e vorrit, në të çot në pikë territ në ta lut Zotin. Kush don mi u bë dritë natën e vorrit, e urën e siratit, në të çot në pikë natës në ta lut Zotin, në të vetmohet me Allahun subhanahu wa taala, edhe plus në ditën e kiametit do të jetë në hijen e madhnisë së Allahut ku s'ka më pas hije tjetër. Shmitoj debatu me një hoxh këtë hadith, 7 grupe në hijen e Zotit. Është hadith i gjatë ku do ta komentojmë tjetër ditë inshallah, veç një pikë. Çka i lidh 7 kategoritë në hijen e Zotit? Imami i drejtë, djali i ri i cili fillon jetën me ibadet, zemra e tij është e lidhur me xhamie, ka më kanë në hijen e Zotit. Ai çka jep me dorën e gjatë nuk e merr vesh dora majt, ka më kanë në hijen e Allahit. Ai çka e thirr një vajzë e bukur në zinë, thotë unë kam frikë Allahin. Ai çka veçohet e përmend Allahun dhe i loton syni, këto janë kategoritë. Çka i lidh këto punë robin? 2 punë i lidh. E para, friga ndaj Zotit, dhe e dyta sinqeriteti me Allahun. Ti dhe unë, pse nuk qomi natën, nuk jemi tamam të sinqert me Zotin. Pse nuk qomi, nuk kemi frikë tamam me Allahun. Prandaj veçoju me Allahun, e shton frikën ndaj madhnisë Zotit dhe e shton besnikrijen, sidqin me Allahun tan, siç e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E treta, o xhamat, Allahu na fal. Allahu na fal. Nëse ti veçohesh me Zotin, Allah i të fal. E çtin në hijen e Zotit ditë kiametit, ama e treta, Allahu i çon me laçet edhe e rrethojnë ibadetxhin i cili me laçet me krahët e tyre, ata që veçohen. I çon Allahu me laçet, janë nën mbrojtje dhe bajnë lutje për atë njerëz. A dini çfarë mirësi është? Allahu më të shtyj me laçe, me kërku falje Allahit për ty, më kanë mbrojtjen tënde, se ti je nën mbrojtjen e Zotit. Allahu çon melek, ushtarët e Zotit je nën mbrojtjen e Allahut. Me një kusht, nëse je prej atyre që veçohesh me Allahun subhanahu wa taala. Veçmimi me Allahun azza wa jall
e ban njeriu të dashur te Zoti. Vetmimi me Allahun e ban njeriu të dashur edhe me njerëzit e tjerë. Njerëzit ibadetxhit që bëjnë shumë ibadet dhe realisht janë të dashur të Allahit, të dashurit e pejgamberit, ama janë dashurit edhe xhamatit. Një njeri që ka ban zullum mahall, një njeri që ka pi alkool, një njeri që ka pi drog, një njeri që ka ban shpionazh, një njeri që ka ban punë të këqija, e dojnë njerëzit, se dojnë. A e don Allahi, se don Allahi. Atë çka se don Allahi, se dojnë as njerëzit. E prandaj nëpërmjet vetmimit me Allahun, Allah i ta ngrit kvalitetin e imanit edhe e shton dashurinë tek njerëzit. Ai ke pa dikan e don, nuk e din pse e don. S'ka lidh kur gjon hiç. Është një haxhinja ja pash 35 vjetë një. Si ta shoh fytyrën e tij kënaqet shpirti. Vallahi kur më shumë se selam, kelam, ai i mirë asim, çka? S'ka mohabet më shumë. Shpirti më kënaqet fytyrën e tij nur kur e shoh. Ka diçka që më lidh mua me ta. Ka bën ai punë të madhe, ai çka unë e dua atë njeri. Kur s'm ka bën ai punë të mirë. Veç Allahu ja ka instalu ndonjë dashuri në zemrën e tij që unë më dash. Garant ka bën ai punë të mirë. Ty ja don Allahi, ty ja don xhamati, ty ja don familja, ty ja don shoqëria, apo të urrejt. Bën e pyetje. Prej vetmimit me Allahun, tamara, bereqet, fryt, Allahu të ban të dashur të Allahut, të pejgamberit, të melaçeve dhe të njerëzve. Dhe kjo është mirësi në veti. E vetmimi me Allahun i përgjigjet Allahu robit se kur e prish ti ratllëkin kit njerëzit flenë dhe çosh vetë, dhe çosh me Allahun. Allahu të përgjigjet. Dhe ka thonë: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kur të më lyp mu, kallzoni robit se unë jam afër. Allahi është shumë afër. Këtë ndjenjë dush me ditë kur ti je veç me Allahin, me pas këtë ndjenjë se Allahin e ki afër dhe Allahi të përgjigjet. Mos thuj se Allahi është larg edhe nuk ndëgjon edhe nuk të shef, se imanin se ki tamam. Imanlia tamam është Allahu është qaribun mujib. Allahi është afër dhe të përgjigjesh ty dhe mu. Nëpërmjet vetmimit me Allahun e arrin edhe shpëtimin nga zjarmi i xhehenemit. Kështu në konë pejgamber, kështu në konë sahabët, kështu du të më konë edhe na. Prandaj, qëllimi esencial i takimit me Allahun Azza wa Jalla dhe vetmimit me ta është që muslimani Allahu me rujt prej zjarmit xhehenemit, me bën nga banorët e xhennetit. Pastaj vetmimi me Allahun tek e funit ta qetëson edhe shpirtin. Ai keni pa dikush ka probleme psikologjike, sot kanë shumë njerëzit. Një prej sebepeve që njerëzit kanë telashe psikologjike se nuk takohen me Zotin. Takohen me psikolog që nuk e njohin Zotin. Takohen me psikolog që nuk e njohin Zotin, se psikologi e ka profesionin e vet dhe t'jep udhëzime. Mirë po, e ka shqetësimin në zemër se zemrën nuk ja ka nënshtruar Zotit. A Allahu është krijuesi i zemrës tënde. Mendjen nuk e çon te Zoti, e çon te sebepi, jo te Allahi, se nuk je veçmuar me Allahun. Prandaj Allahu nëpërmjet takimit me ta dhe vetmimit me ta, Allahu Azza wa Jall e sjell edhe qetësinë, rahatlëkin shpirtin tan, në zemrën tënde dhe në mendjen tënde. E nëse Allah i të ka dhënë rahatlëk në zemër dhe në mend, çka do ty më shumë? Është më shumë se sa dynjan. Se ty Allah i mund më ta dhon këtë dynjan, pas t'jep rahatlëk në zemër. Nuk t'jep të rahatlëk në mend, s'në kënaqesh. E kënaqshmja është prej në zemër dhe në mendje me shiju kënaqësinë e adhurimit, edhe e rahaton realisht shpirtin dhe zemrën. Dhe vetmimi me Allahun subhanahu wa taala e qetson ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, thot Allahu në Kur'an, me dhikrin e Allahut kur ti veçohesh dhe e përmend Zotin, e qetson shpirtin dhe zemrën tënde. Prandaj vetmimi me Allahun subhanahu wa taala janë momentet për kujtimit ku ti mediton rreth madhnisë së Allahut dhe e shpreh, do të thotë nevojën tënde për Zotin e madh. Me vetmim të Zotit ti dhe Allahu, s'ka vend shejtani aty, e largon shejtanin. Ama ti rri me fitnexhi, ti rri me gibetxhi, ti rri me kartaxhi, ti rri me kutadiun me njerëz të flliç, s'ka mundësi aty ka shejtan. Ama ti je vetëm me Allahin, s'ka vend shejtani mes ty dhe Allahit, nuk ka shejtan aty, sigurisht. Të të rëdush shëjatin, ti largon shejtan kur të afrohesh me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu ta largon edhe brengën me takimin me Allahun. Kur ti takosh, Allah ti largon brenga dhe telashet. Të afron afër Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe përmes me zgjat më shumë se ka shumë pika rreth kësaj, Allahu azza wa jall e ban njeriun nga muhsinin, nga njerëzit e mirë,
Inna naraka min al-muhsinin. I tha Jusufit a.s. A preki në arkën e shtetit, ishte ministri i ekonomisë në atë kohë, a preki diçka? Jo. Inna naraka min al-muhsinin. A preki nderin e dikujt huaj? Jo. Tha inni akhafu Allah rabbul alamin. Prandaj Jusufi a.s. quhet djaloshi më i bukur. Pse? Se kontakti me Allahun ka qenë afër. E kush afrohet me Allahun, largohen shejtant, afrohen melaçet, afrohet falja Zotit, afrohet rahatia shpirtnore, rahatia psiqike, e ki dritë natën e vorrit, e ki dritë urën e siratit dhe je nga banorët e xhenetit. E lutim Allahun e Madh në këtë ditë të Ramazanit që Allahu i Madh neve të na mundson që ne daj minuta 10, 5, 15, 20 gjysore me Allahun ton të veçohemi, të vetmohemi me Zotin dhe ta lutim Allahun për nevojat tona, për udhëzim, për dituri, për bereqet, për shnet, për udhëzim, për evlad, për musliman, jo veç për vete. Jo egoist, veç për vete dhe për muslimant. Ti ki iftar, ti ki syfir, dikush nuk ka syfir as iftar. Ti ki kulm, dikush s'ka kulm. Ti ki evlad, dikujt Allah ja ka marrë evlad në këtë Ramazan. Prandaj, dush më kanë shumë i kujdesshëm këtë muaj të Ramazanit, me bë lutje për vete dhe për tjerë, e lutim Allahun e Madh që Allahu të na ruan, të na fal gjunahet, na ban magfiret, edhe të na mëshiron në këtë muaj të rahmetit. E kulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.